kanalit tim, ju qeni të rinj, mirë se erdhët. Unë që Danja, dhe ju ndodheni tek Danja's Channel. U bëm gati, shpejt e shpejt, të dy me emren. Ora 10, në fakt, vajti bon, po, nejse. Do ikim në pishina. Më në fund, do vem, ku do vem? Ku do vem emre? Emreja nuk është zgjuar akoma. Emreja zgjot shumë e vones, kurse unë sa hapsyt direkt syri poç edhe energjia në maksimum. U bëm gati tani, Emreja po hajnë qik, kisha prositur në dje një picë, kur Emreja kishte 7 orë që flinte gjumë. Edhe pjeca tjetër që lash unë po e ha Emreja. Edhe të nisemi për në pishinë. Kishim vendosur që do ikim vetëm ne të dy, Alekse nuk donte të vinte. Pastaj duke folur edhe me Elenën, edhe ata ishin për në pishina, kështu që do bashkohemi bashkë me Elenën dhe me Dorin. Është hera e parë që do shkojmë në pishina për këtë vit. Njerëzit e tjerë kanë filluar plazhin që në maj. Po ne jemi duke përshtyr. Jo. Erdhëm në shtëpi, ora gati 8, për pak e del edhe videoja ime. Më grinë më shkonjat. Shkova që mora një buqet me lule, pritja u tregoj. Sa cute! Kemi ditëlindjen e një kushërire dhe normalisht do shkojmë që t'ja dhurojmë. U kënaqem aty te pishinat, por ku ishim ne? Ishim te Select Hill Resort. Nuk më pëlqeu fakti që Elena me Dorin kishin arritur një 20 minuta përpara nesh, gati gjysmore. Ishin ulur për të pirë kafe, kishin dhënë porosin, porosia nuk i kishte ardhur akoma në momentin që erdhëm ne. Pritëm të vinte njëri tjetër të merrte porosin, prap nuk erdhi. Porosia e këtyre nuk erdhi akoma. Pastaj i tham një kamarieri, dhan porosin ton, dhan edhe një herë porosin e tyre sepse nuk ishte kujtuar njeri, ishte haruar porosia e tyre. Nejse. Pasa shkuam për të paguar biletën për të hyrë brenda te pishinat. Një radhë, ç'të them, kot pa lidhje, sepse procesi i pagimit të biletës, do të thënë të lekëve, se do marrësh ndonjë gjë se çfarë, ishte shumë i thjeshtë. Thjeshtoje sa persona, jepje lekët edhe kaq. I thash unë atij djalit, "Ua, sa po më han këto." I thash unë atij djalit që ishte aty që merrem me këtë punë, domethënë, jemi 2 persona, edhe bëri një veprim të tillë, që se kuptova pse bëri një veprim të tillë. Pastaj thash, kemi 2 persona brenda dhe na i kanë zënë shezonet edhe çadrën. Okej, në rregull, tha. Na tha se sa kushtonte hyrja, 16.000 lekë për meshkujt edhe 12.000 lekë për femrat, 28.000 lekë, paguam lekët, u futëm, mbaroi puna. Për një minutë punë, kemi ngelur atje më shumë se 20 minuta. E dyta kjo. Edhe e treta, vetëm që hangrëm në drek, dhe dham porosin, unë dhe Elena morëm kolce, Dori porosit jo këta po, dhe Dori dha porosin e pari fare, kurse Emreja mori që mori ti picë. Vjen pas një kamarier tjetër edhe tha na ka mbaruar kolce, mund t'ju bëjmë ndonjë kështu tjetër, tha, ndonjë peshk tjetër, e tha Elena, okay, po marrim levrek. E porositëm levrekun, erdhi levreku, erdhi pica, erdhën sallatat, uji erdhi i fundit fare, që duhet kishte ardhur në mes të vapës i pari në tavolinë. Dhe prit të vijë oktapodi Dorit, prite hiq. Kemi pyetur 4 kamarierë, të gjithë thoshin, ja po hy po pyes edhe po kthehem, ja po hy po pyes dhe po ju them, ja po hy po pyes dhe ja u sjell kur t'jet gati, dhe si përfundim, porosia e oktapodit, që siç e thash u dha e para, nuk erdhi kurrë. Edhe Dori tha ati kamarierit të fundit, lere mos e bëj, tha, mos e sill fare. Për aq kohë sa s'është bërë deri tani që ne kishim mbaruar të gjithë ngrëni, tani do bëhet, se e pyetja e kishe të zgarës, apo të skuq, që dy se që bëri një pyetje të tillë. Edhe këta Dori, për aq kohë sa ti po më pyet mua se si është porosia ime, i bie që nuk është dhënë, tha. Edhe po më pyet që ta ja për tani. Jo, po janë shumë, janë dhe po këtë lere mos e sill, tha Dori. Edhe pash edhe diçka që s'më pëlqeu fare, tek pjesa e banakut, një djalë, një nga këta kamariere domethënë, kishte marrë atë të akullit, atë lopatën e akullit, edhe po i hidhte akull disa gotave që i kishte vendosur në tabaka, dhe akullin e prekte me dorë dhe e shtynte kështu. Jam skandalizuar sot. Sot jam skandalizuar dhe pas dreke, sekond të brasin më shkojnë. Dhe pas dreke uji i pishinës ishte i qelbur.
nuk besoj se do kthehesha prapë aty. Të them të drejtën. Jo nuk besoj, por nuk do shkoj prapë atje, se nuk më pëlqeu fare shërbimi. Shumë e thjeshtë. Tani po ju në dush se po ndihem shumë e qelbur, duke qenë se ndenjëm edhe në kafe me Dorin dhe Elenën, edhe duhet të heq këtë kromën nga trupi. Shikoni një çik gjendjen time. Se si jam djegur, sepse përdora vajin e mbrojtjes vetëm tek pjesa e këmbëve më shumë, kurse te pjesa sipër hodha vetëm 1-2-3 herë, edhe ja ku jam. Sa më ka shqetësuar ky dushi, nuk jo shpjegoj dot. Por, është ora 9:30, do ja fus një copë i gjumit, sepse në orën 11 duhet të dalim, që të shkojmë në orën 12, pastaj të bëjmë surprizën. Edhe Imre është djegur. Këte nga shpatullat, nga fytyra. Hajde këtu. Jo. Hajde këtu. Jo. Nxirë kokën këtu. Jo. Shplakshim që du më gjostari më. Hajde ma hajde, si del në plazh ti, stregon. Jo. E po. 2 days later. Qa? Më qeu shumë. Si, ka krip? Krip ka? Jo. S'ka krip po? Jo. Bukë ka kripa. Mishi? Po, shumë mirë. Shumë mirë kripa. Piper? Nuk e di. Piper. Nuk e di. Si nuk e di? Ka piper, biber, ka. Nuk e di. Djek? Nuk kuptoj piperi. Nuk do po një dhe që të thamë. I bje që s'djekaj. Mishi apo patatet më të mira? 2. XD. Të dyja. 2x. Dyja. I kisi ide e thakë të shysht. Të bëfë të mirë. Pa janë Është mish për korçe. kush? Mishi, Aha. pekorçe. Ah. E beri mami. Jo unë, e mosh. Po. E beri mami mishin. Po, bëf mirë, faleminderit. Të lumshin duar. Që shitin solli tezja. Kush? Tezja. Zelela. Erdi dhe Tezja. Faleminderit. Tezja është në Tiranë, Ku është? nga shtëpia e Marijes. Se? Për shtëpinë e re? Se erdhëm në Tiranë. Për qejf. Ah, E që se erdha unë. shumë mirë. Hajde, do ikim tani dhe ne. Po. Nga shtëpia e Marias. Po. Ardori. Kuptova. Si që kuptuat, ka ardhur mami sot, ka sjell gjëra të mira, i ka gatuar emrez gjell me, jo, që i bere, tavë me mishe dhe me patate në furë. Se lam rahat të shkretin të hante. Thjesht e kemi marrë kështu në pyetësor. Pa në ka këtyre kurizi. Nga që flet shumë bukur shqipen. Edhe me mamin ka filluar, do më thënë, e shtrëngon veten që të flasë. Si tha që parë, unë pi vetëm ujë të ftohtë, tha. I tha mami, si tha mami mos pi ujë të ftohtë, se të bën keq për shëndetin. Unë, si i thonë shqip pi, tha? Pi, thashun. Pi vetëm ujë ftohtë. Të marroj emrejasën ngrani, do ikim nga shtëpia Marias. Do mblidhem me të gjitha ndej, sepse janë shpërngulur. Po, nuk besoj se do filmoj, se nuk... Të lumshin duart, mami. Nuk jam e sigurt nëse e kanë mbledhur edhe i kanë sistemuar gjithë shtëpinë me gjërat në përvenda. One eternity later. So, guys, kanë kaluar disa ditë që nga hera e fundit që unë e kam hapur kamerën. Si që pat kishte ardhur mami, Tezja, shkojmë nga shtëpia e Marijes, etj. Edhe tani të gjithë kanë ikur, u kthye në Korçë. Në fundjavë do shkojmë edhe ne në Korçë, sepse do organizojmë një surprizë për nenën edhe për gjyshin. Ne jemi ftuar, po që po organizon Daja me fëmijët e Dajës. Duke qenë se gjyshi kishte 80 vjetorin edhe nëna kishte 75 vjetorin, do ju bëjmë një gjë shumë të bukur të madhe.
Edhe do ikim që t'jo festojmë. Tani, po bëj punë të shtëpisë, por nuk kam pikën e oreksit për të bërë asgjë, dua thjesht të ri. Sot jam ngritur shumë e pafuqishme, por gjithsesi janë ca gjëra që duhen bërë. Unë hekurin e mbush gjithmonë me ujë filtri, sepse nuk dua që të ketë probleme edhe të prishet kollaj. Kështu që i pastrova atë pjesën ku mbledh ujin. Ja pastrova, do me thënë thjesht nxora ujin. Edhe mbusha depozitën. Nxjerrim tani tavolinën. Kur kujtoj që duhet hekurosur në gjithë të vap. Oh god. Edhe pse mua më pëlqen procesi i hekurosjes. Në të gjithë më pyesin si ka mundësi që të pëlqen të hekurosësh kaq shumë. Dhe arsyeja pse mua më pëlqen të hekuros është sepse unë tani hap kompjuterin, këtu, hap laptopin, vendos në një film, në një serial, në një stand-up comedy, edhe argëtohem. Dhe gjitha kjo ka ardhur si pasojë debateve, nëse mund t'i gjoj të tilla, që unë kisha gjithmonë me mamin kur isha në shtëpinë Korç, sepse unë kisha qejf të shikoja filma, seriale, mami donte që unë të bëja punë. Edhe i vetmi moment që unë mund të bëja edhe njërën, edhe tjetërën, edhe atë që doja vetë, edhe atë që donte mami, ishte kur hekurosja ose kur laja enët. Prandaj dhe më ka lindur dashuria për hekurosjen, për larjen e enëve jo. Nuk u zhvillu asnjëherë kjo dashuri. Hapim edhe Netflix. Kishte dalë sezoni i ri i Another Self. Do shikoj ata. Kush e ka parë serialin, është ai seriali turk me ato 3 shoqet. No, do nis këtë dokumentarin që nisa Maternal Instinct. Me sa kuptova nga fillimi, bëhet fjalë për një vajzë që pretendonte që kishte lindur, do me thënë thoshte që kishte lindur, por kur e çuan në spital, vu në re që nuk kishte fare shenja shtatzanie apo shenja lindje. Edhe të shikoj tani se çfarë po ndos saktësisht. E pash e kishte postuar një vajzë në Instagram edhe më bëri shumë kurioze sa ajo thoshte që si ka mundësi që ekzistojnë njerëz kaq të ligj, edhe thoshte që ishte shumë e acaruar duke e parë këtë serialin, kështu që let's see. Do ja tregoj më vonë pastaj për shtypjen time. 1, 2. E lash hekurin për pak minuta, sepse dua të bëj pilaf. Duke qenë se vjenim reja nga puna për 2 orë. Thash të bëjnë qëtë pilaf që kur të vjen në shtëpi të ketë çfarë të haj. Po të kenë çfarë të haj edhe unë. Shumë vap, shumë vap. Edhe pse kam ndezur kondicionerin, prap më duket shumë vap. Po djesi nga hekuri në fakt. Pilafi të nxjerr nga situata, të shpëton jetën kur do të bësh diçka të shpejt, edhe të hash shpejt e shpejt, sepse u bë gati. Dhe unë në fakt të keq nuk mund të pres dot deri në orën 5:30 kur delem reja, se i thonë edhe 2 orë të tjera, ora 3:15. Kështu që doha për vete të furnizojmë me fuqi, se pastaj kemi punë të tjera. Edhe kos, nxjerrim dhe ujin, edhe gotën, edhe ja, na bëft mirë. Unë deri tani isha shtrirë, po shikoja dokumentarin që ju thash, që kam lënë akoma këto gjatë nëpër kamp. Dhe dokumentari ishte i tillë nëse keni interes. Një vajzë që mashtronte, manipulonte, krijonte skena të ndryshme në kokën e saj edhe në realitet, krijonte personazhe të ndryshëm që nuk ekzistonin, fliste me këta persona, donte të blinte, domethënë kishte tentuar të blinte prona me vlerën $20 milion, por që këto $20 milion kjo nuk i kishte, nuk ekzistonin fare.
mashtronte në emër të mamasë së saj, pastaj tha që kishte ngelur shtazan me të dashurinë e vet, nga që e pa që ai po largohej, po ftoi prej saj. Dhe kishte blerë një bark falco nga këto silikonit, ndërkohë kishte bërë një shoqe që ishte shtazan, dhe në fund fare e vret atë shoqen, i bën një C-section, cesarian, ja merr fëmijën edhe shtiret sikur ishte fëmia i vet. Dhe për momentin ndodhet në burg, por është dënuar me dënim e vdekje. Dhe ishte vajza e 7 që dënohet me dënim e vdekje në Texas dhe është vajza me vogël me këtë lloj dënimi. Domethënë, si punon mendja e një njeriu, nuk arrit ta kuptoj. Si mundet që një femër, ishte 27 vjeç, dhe kjo ngjarje kishte ndodhur në 2020, të trilloj në këtë far feje, në këtë far pike, historira, ngjarje, dhe në fund fare të shkoj dhe të vras shoqen e vet për t'i marrë fëmijën. Dhe fëmija normalisht diq, nuk arriti të mjetonte në spital. Është e frikshme dhe më bën të mendoj këtë. Gjithmonë e kam imagjinuar veten një mama jo shumë strikte, të mirëkuptueshme, që nuk do jem shumë mbi kokën e fëmijës, po me këto gjëra që shikoj dhe dëgjoj, se unë jam shumë apasionuar pas këtyre serialeve, true crime, përveç paranormaleve domethënë. Dhe kjo më futi frikën. Më thënë, ta lesh fëmijën të dalë me shoqërinë dhe një ditë të bukur të vesh edhe ta gjesh të vrarë, parkun e qarë, pa fëmijë brenda. Dhe vajza që shoqja që ajo vrau ishte 21 vjeçe. Kjo ishte 27. Është e frikshme. Nuk e di, botë e egër ka ardhur, duhen shumë teste psikologjie, mendoj unë, në për shkolla, në për kopshte, në çdo institucion arsimor, që njerëzit të kuptojnë këto hapat e parë të psikopetërve, të skizofrenëve, të çmendurve, nuk di ç'mbiemër të përdor. Është tmerr. Ngrihemi, vazhdojmë punët, sepse në orën 5 dalim nga puna dy shoqet e mia dhe do vinë do më takojnë këtu te pallati. Do ulemi të pijmë një kafe këtu afër shtëpisë time. Kështu që çop punë. Shtëpia e pastër yll fare, o zot sa kënaqem unë kur pastrohet shtëpia, nuk e keni idenë. Ndërkohë, u bëra gati, desha këtë fundin që e kam për kollaj fare, një kanatjerkë, edhe do dal tani të hedh edhe plerat, të takoj edhe shoqkat. Po ju marr me vete se nuk dua që ti bëj të ndjen në siklet. One day later. Sot kam gjithë ditën vetëm filmoj, editoj, filmoj prap, editoj, filmoj prap, nuk editoj, sepse ato filmim që bëra nuk më pëlqeu dhe duhet ta bëj një nga fillimi, por nuk kam mundësi sot. Çfarë ndodhi? Më kanë ardhur porosi nga Temu, edhe po bëj video, por këto video do t'i postoj edhe në Instagram, edhe në TikTok, edhe në YouTube, do t'i shikoni më vonë, domethënë. Për produktet që kam bler, janë gjëra super të bukura që me zipres t'i vesh, kam futur tani në lavatriçe t'i laj një pjesë tjetër do t'i laj pasi të mbaroj lavatriçe e parë, po që videoja e fundit, domethënë 2 videot e para i filmova dhe i editova, mbarova punë shpejt e shpejt, kurse videoja e fundit që ishte me provën e rrobave dhe këpucëve që kam marrë, takave. Ajo që më lodhi më shumë në fakt ishin rrobat, po që nejse. Do ta bëj edhe një se nuk më pëlqeu, nuk më ngjiti fare. E di që mund të bëj më shumë, mund të jap më shumë nga vetja, kështu që pra. Edhe do e mbyll këtë video sepse nesër jemi për t'iku në Korç, edhe do të kemi një video tjetër. Juve mos harroni të bëni subscribe, like, share, comment, të më ndiqni në rrjetet e mia sociale në TikTok dhe në Instagram, ose vetëm në Instagram, sepse aty jam shumë aktive, në TikTok thuajse fare. Dhe bashkë do të shihemi në videon e radhës. Dhe shumë drita. Ju po dhe ju përqafoj të gjithë. Bye!